Përshëndetje. Në këtë episod të podcastit Shëndet do të flasim për një temë shumë e rëndësishme, sidomos për çiftet, që ka të bëjë me infertilitetin dhe gjithashtu me procedurën in vitro. Për të diskutuar për këtë temë, ne kemi të ftuar mjeken obstetër ginekologe Elinda Gjata. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën dhe është kënaqësi t'ju kemi këtu për të ndarë këshilla, por edhe informacione të rëndësishme për çiftet. Faleminderit ju për ftesën. Për ta nisur bisedën, a mund na shpjegoni pak çfarë është infertiliteti dhe kur një çift duhet të drejtohet të kërkojë ndihmë mjekësore? Infertiliteti është pamundësia për të konceptuar një shtatzani pas një viti marrëdhënies të rregullta të pambrojtura. Në kuptimin e drejt për drejt është ky, por infertiliteti është shumë më tepër se kaq. Është dhe pamundësia për ta çuar një shtatzani deri në fund. Pra, mundësia e ngeljes shtatzën dhe abortet, pra pa shkuar deri në një lindje të gjallë. Dhe qoftë pamundësia për të konceptuar një shtatzani, qoftë abortet e përsëritura, sot janë bërë një sfidë për çiftet, po edhe për ne si profesionistë që i asistojmë dhe i ndjekim nga afër. Kur duhet ata të drejtohen për ndihmë mjekësore? Kjo është shumë relative. Siç thash, infertiliteti quhet infertilitet kur kemi të paktën një vit për gratë që janë më pak se 35 vjeçe, kurse kur janë mbi 35 e më tej, ne rekomandojmë pritjen 6 muaj dhe më pas fillojmë ekzaminimet. Infertiliteti është primar dhe sekondar. Primar kur nuk kanë arritur të konceptojnë asnjë shtatzani, kurse sekondar kur kemi një shtatzani që ka përfunduar në lindje ose jo, lindje të gjallë ose jo, por nuk po arrin të konceptojë një shtatzani tjetër. Dhe ky i fundit ka një trend mbarbotror që vjen në rritje, kryesisht infertiliteti sekondar. Edhe infertiliteti primar është prezent dhe i ndjeshëm, por që në të gjithë publikimet e fundit po i vihet theksi rritjes së infertilitetit sekondar. Do të thonë prindër që kanë një fëmijë dhe nuk arrin dot të konceptojnë një fëmijë të dytë. Po në Shqipëri si paraqitet situata me infertilitetin? Infertiliteti ka përshkrime të ndryshme përqindjesh, në përqindje për popullatën, në varësi të vendeve të ndryshme. Shkojnë këto përqindje nga 7-8% deri në 15-18%. Tek ne mendoj që është diku te 12-15% sipas raportimeve okazionale, nuk është se ka një studim të mirëfillt për infertilitetin dhe do ishte shumë mirë, sepse ne jemi një popullat që nuk quhet më aq e re siç kemi qenë më përpara, rinia po na ikën jashtë dhe ndërkohë infertiliteti është një pengesë tjetër për të rritur numrin e lindjeve të gjalla dhe numrin e fëmijëve. Kështu që mendoj që është diçka që duhet diskutuar, duhet vënë theksi dhe duhet të bëhen politika sociale dhe shkencore për ta mbështetur dhe për ta suportuar atë. Për këtë përqindje që përmendet Shqipëria, a mund të cilësohet si alarmante ose shqetësuese kjo lloj shifër? Është një shifër e cila mund të quhet shqetësuese, nuk mendoj se është alarmante. Kjo për faktin se ne vazhdojmë ende që të kemi martesa në mosha të hershme. Dhe mosha, sidomos mosha e gruas shtatzën, është shumë e rëndësishme, po shumë e rëndësishme për arritjen e shtatzanisë. Deri në 90%. Edhe cila është mosha, domethënë që është fertiliteti më i mirë ose 20-25. 20-25. Po. Por shumica e vajzave sot 20-25 vjeç mbarojnë shkollën, duan të kryejnë masterin, duhet zënë një vend pune, duan të kenë një shtëpi, duhet të kenë një të dashur, një partner me të cilin të ndjehen sigur, kështu që janë shumë faktorë social që janë duke shtyr pjesën e krijimit të shtatzanisë së parë. Me avancimin e moshës, me përparimin e moshës, fertiliteti jon bie për shumë faktorë. Baza është numri i vezëve. Pra numri i vezëve fillon dhe reduktohet. Ne lindim me një numër caktuar vezësh, pra ajo është e përcaktuar që kur ne jemi në barkun e nënës. Dhe nga momenti i pubertetit deri në menopauzë ne marrim nga kjo rezervë vezësh e cila vjen duke u zvogluar. Përveç kësaj, mas një moshe të caktuar, pas 33-35 vjeçësh, ne humbim edhe cilësinë e vezëve. Pra përveç numrit, humbim edhe cilësinë e vezëve.
humbja e cilësisë vezëve bën që të mos kemi vezë cilësore që t'japin embrione cilësore dhe përpasoj rritet koha që i duhet një gruaje për të krijuar shtatzanin, rritet mundësia që të kemi embrione jo cilësore gjenetikisht, pra të kemi anomali, kështu që ato të ndërpriten gjatë rrugës e kështu me radhë. Përveç kësaj, rritet sëmundshmëria, sa më tepër ne avancojmë në moshë, mund të shtohen polipet, që janë tumore benigje, po që pengojnë implantimin e barrës, vendosjen e shtatzanis në mitër, shfaqen miomat, fibromiomat, mishi i huaj që përdoret në zhargonin popullor, shfaqen çrregullimet e tiroides, shfaqen çrregullimet tjera hormonale, shfaqet obeziteti, hipertensioni, diabeti tipi 2, pra gjitha këto e vështirësojnë akoma më tepër. Por ky është komponenti bazë, por kemi lënë pa prekur pjesën paternale, pra pjesën atësore, që edhe ai është një përqindje e krahasueshme me infertilitetin femëror. Ku shihet më e pranishme infertilitet tek që të dyja janë pak a shumë në të njëjtën përqindje. Dhe një përqindje më e vogël është infertiliteti i çiftit, që është mos përputhshmëria ose mos pajtueshmëria. Që mund të jenë në rregull nga ana shëndetësore, mund të japin shtatzani me partner të tjerë, por së bashku mund të kenë inkompatibilitet ose pa përputhshmëri ose pa pajtueshmëri. Dhe është edhe një 10 deri në 15% infertilitet idiopatik quhet ose me shkak pa njohur. Nuk gjendet me anë të analizave, nuk identifikohet një shkak për këtë. Aty me siguri duhet ketë diçka, por ne jemi pafuqishëm për ta kuptuar. Dhe infertiliteti nuk është si tonsiliti ose bajamet, e hap gojën i shef, ka pika të bardha me qelp, është inflamacion, është infekcion, jep antibiotikun. Ne shkojmë duke eliminuar shkaktar. Pra bëjmë një ekzaminim, themi nuk është kjo, bëjmë një ekzaminim tjetër, nuk është, pra mundohemi që të fokusohemi te shkaku, po jo gjithmonë e gjejmë atë. E kuptoj. Po përveç anës biologjike, shëndetësore, ka faktorë të tjerë të jashtëm që ndikojnë tek infertiliteti, për shembull stili jetesës, ushqimi. Patjetër. Mund të rëndisni disa. Mënyra e ushqyerjes ka shumë rëndësi. Pra, gjenetikën e thamë e kemi të përcaktuar, e kemi trashëgim nga prindrit dhe farefisi, pra jo vetëm prindrit. Kurse ajo që ne i fusim organizmit në kuptimin e ushqyerjes, në kuptimin e energjisë, në kuptimin e mendimeve, e stresit, e ngarkesës, të gjitha lënë gjurmën e tyre tek fertiliteti jon, te mirëqenia jon fizike, psikologjike dhe emocionale, por dhe te fertiliteti. Sjelljet si smundjet seksualisht të transmetueshme, pra fillimi i hershëm i marrëdhënieve para moshës 18 vjeç, numri i lartë i partnerëve seksual në vitin e parë të jetës seksuale, ose marrëdhëniet e pambrojtura i ekspozojnë vajzat dhe djemt nga ana tjetër ndaj smundjeve seksualisht të transmetueshme, të cilat mund të bëhen pengesë për fertilitetin, mund të mbyllin tubat e fallopit të vajzat, mund të pengojnë daljen e qelizave mashkullore tek çunat, mund të rrisin numrin e leukociteve tek materiali spermatik dhe të pengojnë infeksionit, të preki cilësinë e qelizave të afta për të riprodhuar. Po kështu patologjitë e ndryshme siç janë ovaret policistike, sindroma ovarit policistik, sidomos ajo e theksuar, çrregullimet hormonale, endometrioza tek vajzat, patologjitë që unë i përmenda pak më parë, përdorimi i alkoolit, duhanit dhe drograve në të dy rastet, po sidomos tek djemt janë shumë të ndjeshme, përdorimi i gjitha substancave potencuese të muskulaturës apo që rrisin hormonet në mënyrë artificiale për forcën muskulare, këto që shkojnë nëpër palestra dhe përdorin jo proteina, po flas për hormone, për stimulant apo hormone të cilët rrisin masën muskulare, të gjithë mund të kenë pasoja. Nuk është absolute, po të gjitha mund të kenë pasoja. Sot po flitet
kafja mund të ketë pasoja, përdorimi i egzageruar. Po, mund të ketë. Kafeina e shtuar mund të ketë. Sigurisht, sot është bërë shumë e vështirë identifikimi i shkaktarëve. Jo i shkaktarëve, se sa i raportimeve serioze. Mjekësia është një shkencë statistikore. Dhe duke marrë referenca nga është evidence-based medicine, pra është e bazuar në evidencë, por evidenca sot mund të manipulohet dhe prandaj marrja informacioneve, ne kemi shumë informacione kontradiktore dhe shpesh herë vajzat vinë me informacione të cilat ne na duhet punë me zhbë atë që ka bërë informacioni i gabuar tek mendja e tyre. Pra jo gjithmonë është e thjeshtë që të marrim të shkojmë te burimi i saktë i informacionit dhe përdorimi i këtij informacioni në mënyrë shkencore. Ndaj duhet të jenë gjithmonë të drejt për drejt me mjekët që në mënyrë edhe zgjidhja të jetë më e mirë. Po patjetër që po, nëse gënjej mjekun, gënjej veten. Kështu që është patjetër që duhet jemi të drejt për drejt në mënyrë që të marrim ndihmën e duhur. Doktoresha, tashmë shqyr kanë ardhur dhe metoda të reja që e zgjidhin këtë problematikë. In vitro është një procedurë tashmë që aplikohet në shumë klinika private, por tashmë ofrohet falas edhe në maternitetin publik. Kjo dhe falat advokimi të organizatës Together for Life për disa vite për këtë çështje. Edhe ju a mund na tregoni se çfarë është kjo procedurë? Fekondimi in vitro ose teknikat e riprodhimit asistuar janë disa teknika të cilat kanë një indikacion, një rekomandim për të bërë, për të zbatuar, kur kanë dështuar të gjitha metodat e tjera të trajtimit. Pra, qëndrimi pritës, trajtimi me medikamente, dhe nëse të gjitha këto kanë dështuar, atëherë ne shkojmë drejt teknikave të riprodhimit asistuar. Fekondimi in vitro është njëra prej tyre, ajo më e përdorura dhe që ka një përqindje të lartë, një përqindje më të lartë se sa të tjera, arritje të rezultatit, është një metodë e cila nga vetë fjala fekondimi in vitro, fekondimi i vezës me spermatozoidin bëhet në xham ose në laborator. Pra, në këtë procedurë ne japim disa mjekime të cilat stimulojnë vezoren në mënyrë që të mos jap vetëm një vezë siç e jep zakonisht, nganjëherë edhe atë nuk e bën në muaj, por të jap disa. Edhe këto vezë nxirren përmes teknikave që sot janë specializuar dhe bërë gjithnjë më të lehta dhe më të aksesueshme dhe bashkohen me qelizat mashkullore. Pra fekondimi klasik ka qenë lënia e një veze, i hidhej 30-40.000 spermatozoide dhe lihej që ajo të ndodhte fekondimi vet. Sot bëhet injektimi brenda në vezë, pra brenda në citoplazmën e vezës, i spermatozoidit, duke rritur kështu mundësinë e fekondimit dhe duke na dhënë një numër më të lartë embrionesh për t'i vendosur. Pra ne bashk bëjmë dy qeliza që nuk e dim nëse ndodh në trupin e njeriut apo jo. Zgjedhim nga ana morfologjike, pra nga jashtë, forma, madhësia, struktura, embrionet në dukjen tonë më të mira dhe dy më të mirët i vendosim, një ose dy i vendosim në uterus. Thjesht i lëshojmë, nuk i ngjisim, nuk mund t'i fiksojmë aty. Dhe ne nuk e dim se ç'a ndodh mbasi ne i vendosim. Trupi mund t'i mirëpres, por edhe mund t'i flak. Dhe mund të mos ndodh asgjë. Pra të gjitha gratë, pas një procedure in vitro, dalin me embrione në uterus nga klinika, po jo të gjitha kthehen shtatzëna. Dhe këtu është një pikpyetje shumë e madhe dhe këtu bëhen edhe studimet më të mëdha tek komunikimi mes endometrit, pjesës së brendshme ku vendoset embrioni dhe embrioni. Këtu janë pikat më të vështira për të menaxhuar. Ju e shpjeguat pak, po a mund ta kemi pak më detajuar hap pas hapi çfarë do të ndikë grua për të shkuar deri aty kërkohen disa ekzaminime shumë specifike. Pra gjëja e parë, në mjekësinë kemi parimin spaku mos dëmto, që vjen që nga koha e Hipokratit. Pra ne bëjmë një gamë të madhe kontrollesh dhe ekzaminimesh të përgjithshme, kryesisht te gruaja, sepse aty do bëhet procesi, aty ndodh shtatzania. Madje mund të them nuk është anekdot, më ka ndodhur në të vërtetë, po mund të duket si anekdot, që vjen një çift dhe nëna e djalit dëshironte që të dinte kush është shkaku dhe i them
çifti e dua vetëm në dhomë, pastaj ato mund t'ju a thonë. Edhe kur dolën, i than i biri që më tha që ishte problemi im, këto ilaçet na ka dhënë për të bërë këtë procesin. Edhe ajo mas 5 minutash u kthye dhe më kërkoi me insistim të hynte te zyra dhe tha, ti ke thënë, tha, djalit tim që ka një problem. E ndërkohë gjithë ilaçet ja ke dhënë gruas. Kështu që shpeshherë na duhet që të përballemi edhe me situata të tilla që në fakt derisa procesi ndodh tek gruaja, barra zhvillohet në trupin e gruas, sigurisht ajo do të bëjë një eksplorim shumë të madh të shëndetit të saj nëse ne mund t'i japim hormone në dozat larta. Nëse ka një smundje, nëse është mbartse ndonjë infeksioni, ndonjë anomalie gjenetike që ka të bëjë me koagulimin e gjakut, që ka të bëjë me sëmundjet fituara që duhen trajtuar dhe përgatitur trupi që të jetë në kushtet optimale. Pastaj fillon stimulimi me ardhjen e menstruacioneve, fillon stimulimi me injeksione, me gjilpëra, të cilat janë hormonale, por janë të bëra në mënyrë të tillë që t'i përdor vetë pacienti, pra të bëhen në shtëpi. Këto bëhen për 8 deri në 12 ditë, përgjithsisht një mesatare. Doza e tyre përcaktohet mbas të analizave të gruas dhe ne mundohemi që ti personalizojmë terapit, pra çdo grua të marrë dozën dhe terapinë e duhur. Dhe për këtë bëjmë ndjekje me ekografi, me analiza hormonale, rrisim dozën, e ulim dozën, shtojmë diçka, heqim diçka e kështu me radhë. Pra ky është protokolli i stimulimit. Pastaj bëhet marrja e vezëve, e cila kërkon një anestezi të lehtë endovenoze. Është një procedurë që bëhet vaginal, nuk është intervent që prehet qepet apo bëhet diçka, thjesht shpohen folikujt nga në udhëheqjen ekografike dhe likidi që është brenda folikujve, që janë pjesë e vezëve, aty ku noton ovociti ose qeliza vezë, kalon në përprovza dhe çohet në laborator ku embriologu, biologu i shef në mikroskop dhe zgjedh gjithmonë ato që janë më të mirat në gjendjen optimale për të fekonduar. Po kështu edhe nga qelizat mashkullore që merren pra brenda ditës që merren vezët, merren qelizat më të mira, ato më të shpejta që janë pa anomali gjenetike dhe bëhet fekondimi. Pas 3 deri në 5 ditësh, ne zgjedhim embrionet më të mira për t'i vendosur tek trupi i gruas, siç tham, 1 ose 2, jo më shumë. A ka faktor rreziku që mund ta dëmtojnë këtë proces? Faktor rreziku për pacienten, çdo gjë mundet që t'jetë, për ne edhe një paracetamol mund të përbëj rrezik për dikë, një aspirin mund plas stomaku, një injeksion mund prek një nerve dhe mund duket sikur bën. Do të thënë çdo medikament dhe çdo ndërhyrje ka faktorët riskues të anestezisë, të ndërhyrjes, një hemoragji, një hiperstimulim, e kështu me radhë, po patjetër që ka. Prandaj kërkohet një kontroll shumë i madh paraprak dhe një ndjekje shumë e detajuar. Kemi dëgjuar edhe për faktorin stresi. Stresi është një faktor i cili mund ndikojë të rinë të qeta. Sa është e vërtet kjo? Se dëgjojmë shpesh. Është shumë e vërtet që stresi është një faktor që ndikon tek frenimi i ciklit. Stresi ndikon tek hormonet, ndikon tek substancat që krijohen dhe çlirohen në organizmin ton. Por njerëzit krijojnë shtatzani edhe në periudha stresante, kur kanë humbur një njeri shumë të shtrenjtë, në periudha lufte, në periudha dhimbje shumë të mëdha, vuajtje shumë të mëdha. Por a është një komponent i rëndësishëm? Po është shumë i rëndësishëm dhe prandaj shumica e klinikave në botë kanë dhe psikologun dhe psikoterapeutin në rastet kur duan, sepse infertiliteti është një patologji ose është një problematikë e cila e prek shumë e rrit shumë nivelin e stresit tek individi, po edhe në çift. Është një studim i viteve 2013 mos gaboj, që tregon për nivelin e stresit tek çiftet infertile, bëhet fjalë në botë,
dhe ai referon merr një përqindje mesatare 2% në nivel popullate në periudha jashtë krizave të mëdha. Dhe niveli i stresit tek çiftet infertile është rreth 40% i krahasueshëm me personat që vuajnë me smundje terminale. Pra kaq shumë është niveli i stresit tek këto persona. Pamundësia për të krijuar një shtatzani e prek shumë individin, prek shumë jetën në çift, sepse gati kthehet në rutinore, duhet bërë marrëdhënia në ditë të ovulacionit, duhet rritur këtu, duhet bërë këto ditë nuk duhet, po marrim të mjekim, jemi duke bërë. Pra programimi sjell një nivel stresi pak më të lartë. Pamundësia e krijimit të shtatzanisë. Në vendin tonë është edhe stigma i pazoti për të krijuar një shtatzani apo e pazonja. Janë ndarë dhe çifte për këtë gjë. Familjet janë tepër ushtrojnë presion të madh tek çifti, çfarë po bëni, pse s'po e bëni, pse s'keni shku këtu, shkoni atje, bëni edhe këtë. Dhe do me thënë, përveç stresit tënd ti ke edhe gjithë problematikën, presionin që vjen qoftë nga familjarët, gjithmonë emër dashurisë po është një gjë shumë e gabuar, qoftë edhe nga shoqëria. Ne i bëm, ne po bëjmë dytin, po ju ku jeni, po pse s'po e bëni, po do me thënë të gjitha këto rrisin presionin dhe rrisin gjithë pasojat negative. Ne kemi parë shtatzani në situatat papritura, mbasi kanë hequr dorë dhe kanë thënë duhet bëjmë një pushim, nuk duam të merremi. Që ndoshta e kanë qetësuar edhe veten nga Pra, stresi është një faktor shumë i rëndësishëm që duhet reduktuar, minimizuar përpara këtyre teknikave të riprodhimit asistuar. Unë gjithmonë i kërkoj pacienteve që të mundohen që të gjejnë një periudhë sa më të qetë. Në qoftë se ato janë në një periudhë konfliktuale me punën, me familjen, me gjërat, nuk ndjehen rahat, nuk ndjehen besues se kjo që po bëjnë është diçka për të mirën e tyre. I them mos e fillo. Edhe duhet ta besojnë diçka, po, duhet që të fillosh një proces dhe thuash unë po bëj më të mirën. Kjo është maksimumi që unë mund të bëj. Pra duhet të besoj që po bën diçka e cila mund të funksionoj, mund edhe jo. Të jenë optimist por ama sigurisht doza e optimizmit dhe e besimit luan një faktor shumë të rëndësishëm tek rezultati. Dhe mund të na tregoni ndonjë histori që ka qenë suksesi që ju e mbani mend si të veçantë? Kam shumë histori suksesi. Suksesi të kësaj unë e shoh veten si një instrument në dorën e regulatorit të përgjithshëm, Zotit, natyrës, universit. Pra ne thjesht rrisim shanset. Mundohemi të kuptojmë, mundohemi që të rrisim shanset. Por nuk jemi ne që e krijojmë, nuk jemi ne që e bëjmë. Sigurisht historitë e suksesit janë ato që mbahen mend më mirë, sigurisht jo të suksesit janë ato që na dhëmbin më shumë. Dhe që ato na vërtiten dhe them ç'a mund bëja më tepër, si mund ta bëja më ndryshe etj. Por në këtë profesion dhe sidomos në këtë fushë, unë jam e bekuar me dashurinë dhe bekimet e shumë çifteve të cilët pavarësisht se kalojnë vitet, ato për çdo ditëlindje më çojnë fotot e fëmijëve të tyre, më çojnë urimet, sepse thonë ne nuk mund ta shijojmë ditëlindjen e tyre pa të patur dhe ty që je doktoresha jonë e zemrës. Dhe është një bekim shumë i madh sinqerisht, të ndjesh dashurinë e njerëzve është shumë nuk ka të paguar. Doktoresha, ka ndodhur që pas si kam bërë këtë fekondimin in vitro, kam patur një fëmijë, ka ndodhur që prindrit një çift të kenë gjizur fëmijë në mënyrë natyrale? Po, patjetër. Do thënë, ndodh prindrit mos ta kenë këtë frikën, çiftet mos ta kenë këtë frikën që nuk do kenë më një fëmijë. Ka raste, sidomos tek infertiliteti i panjohur, që kanë bërë një fëmijë me fekondim dhe pastaj dytin, tretin e kanë bërë shumë shpejt vetë, pa patur asnjë nevojë për asistencë tjetër. Tek vezorja mikrokistike shohim rastet pas 35-38 vjetëve, shohim shtatzanit papritura. Ato që ças kanë bërë në vitet 20-30 për të bërë një shtatzani, tani ngelin papritur. Po ka raste patjetër. Po në raste por ka dhe raste tjera që kanë bërë një fekondim in vitro, kanë bërë një fëmijë dhe kanë tentuar vetë ose me fekondime tjera dhe nuk ja kanë arritur. Do të thënë, nuk është e prerë. Jo, nuk ka. Nuk ka mjekësi në matematik. Nuk ka matematik në mjekësi.
Ndoshta ata që na ndjekin kanë edhe interes ta dinë se sa kushtojnë këta procedura, janë të kushtueshme. Këto procedura janë të kushtueshme sepse laboratori që kërkohet për një procedurë të tillë është shumë i kushtueshëm. Të gjitha pajisjet dhe të gjitha solucionet likidet që përdoren, që mundohen të imitojnë kushtet e barkut, kushtet e mitrës, janë shumë të kushtueshme. Formimi i personave që do të marrin pjesë aty, qoftë embriologu, qoftë ginekologu, qoftë infermieria që na ndihmon në çdo dhe pa to nuk mund të bëjmë asgjë. Të gjithë janë të kushtueshëm për më ardhur deri tek ai niveli që të asistojnë te ky proces. Kostot shkojnë diku nga 3.000 deri në 4-5.000 euro një cikël ku futen analizat, ku futen ilaçet që kanë kosto të madhe, ku futen procedurat të ndryshme etj. Por, siç e theksuat dhe ju në fillim, ka 2 vite që ky po ofrohet edhe në maternitetin Mbretëresh, Koçogliozheni dhe di që së shpejti edhe Mbretëresha Geraldine po e përgatit një ekip po tenton që të fusë edhe Mbretëresha Geraldine pjesën e fekondimit in vitro dhe teknikave të riprodhimit asistuar. Te Koçogliozheni është një ekip shumë i mirë, edhe mjekët edhe embriologët janë shumë të mira dhe kanë rezultatet e suksesit. Shteti ka gjithmonë pjesën e infrastrukturës, pra për të patur pajisjet dhe për të patur këto duhen të bëhen tendera, ato duan kohë, duhet bëhet kjo dhe kjo mund të zgjasi dhe të vonoj, por mendoj që është një gjë shumë e mirë që sot i ofrohet çifteve brenda disa kritereve specifike. Doktoresha, haruam ta përmendim pak edhe pjesën që a mundet një çift ta përzgjedhë gjininë e foshnjës kur bën një procedurë in vitro? Përmes in vitros? Jo, përmes in vitros klasike, pra apo asaj injektimit intracitoplazmatik, jo, nuk mund ta zgjedh. Ne shohim embrionet, por nuk shohim cilësinë. A ka një ekzaminim gjenetik që mund ta përcaktoj këtë? Po ka. Është analiza gjenetike para implantimit të embrioneve dhe ka raste që ne rekomandojmë të ekzaminim për pacientët të cilat kanë patur abortet përsëritura, për pacientët që janë bartse të një anomalie gjenetike dhe ne duam të përjashtojmë embrionet me këtë anomali, apo ka raste kur kemi vendosjet embrioneve shumë cilësore në mitër, po nuk kemi shtatzani dhe duam të kuptojmë mos ka anomali gjenetike. Pra ka një analiza gjenetike e embrioneve ka një indikacion shumë specifik. Kurse përzgjedhja e seksit është ndaluar si diskriminim gjinor, por me përjashtim të rasteve kur ka një sëmundje e cila mund të trashëgohet tek një gjini e caktuar. Për shembull, hemofilia, nënat janë bartse, por nëse lindin djem, ato janë të smur. Në këtë rast, ne mund të bëjmë përzgjedhjen e gjinisë thjesht për të ulur sëmundshmërinë dhe problematikat që e shoqërojnë këtë fëmijë gjatë gjithë jetës. Por jo, nuk mund të përzgjidhet për kënaqësi apo për dëshirë. Doktoresha, si ndikon përdorimi kontraceptive për një kohë të gjatë, sidomos kokrave të emergjencës tek rritja e infertilitetit? Përdorimi kontraceptive dhe kontracepcioni i urgjencës janë dy gjëra të ndryshme. Kontraceptivët ose estroprogestativët janë medikamente hormonale të cilat përdoren qoftë si terapeutike për korrigjimin e çrregullimeve të ciklit, për sindromin e ovarit policistik, për aknet që mund të shoqërohen me mjekimet lokale, apo thjesht si kontracepcion, pra për ata që nuk duan të kenë një shtatzani për disa vite derisa ato të ndjehen gati. Dhe gjithë bota i përdor, ne kemi një trend shumë të ulët të përdorimit të kontraceptive dhe kemi një trend shumë të madh të aborteve akoma. Pra, më kollaj bëjmë abort se sa bëjmë marrjen e kontracepcionit. Sigurisht për të përzgjedhur pacientët që mund të marrin kontraceptiv, kërkohen ekzaminime specifike më përpara. Sepse spaku mos dëmton, nuk na shqitet për asnjë moment në gjithë
praktikën tonë të përditshme. Pra sigurisht ne i përdorim tek pacientët që nuk kanë kundërindikacione absolute apo relative për t'i përdorur këto. A mund të krijojnë ato infertilitet nëse flasim për kontraceptivët oral, pra estroprogestativët, tabletat që merren nga goja, ato ruajnë rezervën e vezëve, mbrojnë nga kanceri i endometrit dhe i ovareve dhe nuk është e vërtet që po të përdorim kontraceptiv për kohë të gjatë, neve mund të çojmë në infertilitet. Pra është një mit kjo. Pra është një mit, po, është një mit. Madje ne kemi përdorimin e kontraceptivëve për disa muaj dhe më pas stimulimin, sepse mbajtja në kontraceptiv i bën vezoret që t'jenë gjendje qetësie dhe në momentin që ne heqim kontraceptivin, ato rigjenerohen. Janë disa metoda siç është diapozitivi intrauterin apo sterilea apo spiralja që e vendosur pa bërë kontrollet rutin, ajo mund të ndikojë tek inflamacioni në tubat apo te bllokimi i tubave të fallopit. Çdo metodë kontraceptive që përdoret sipas kritereve shkencore nën kontrolle të vazhdueshme nuk përbën një problem. Ndërkohë, marrja e kontracepcionit urgjencës është gjithmonë në rekomandimet tona mjekësore kur dështon një metodë kontraceptive. Pra, kur çahet prezervativi, kur kemi harruar një tablet dhe kemi ndërprer pa dashja kontracepcionin apo diçka tjetër. Pra vetëm në këto raste, marrja pa kritere, marrja disa herë brenda muajit, janë doza hormonale shumë të larta që mund të sjellin çrregullime të ciklit, që mund të sjellin rrisin faktorët e infertilitetit e kështu me radhë. Kështu që është shumë e rëndësishme që vajzat sidomos të kuptojnë riskun që ndërmarrin përsipër. Pra, për të zgjidhur një problem të momentit, çfarë risku afatgjat ato marrin duke përdorur gabimisht metodat kontraceptive. Dhe një këshill që doja t'ju jepje që të gjithë çifteve që përballen me infertilitet, që ata të mos humbasin shpresën. Të mos humbasin shpresën. Mjekësia është një shkencë në zhvillim. Sot ka jashtëzakonisht shumë studime që po bëhen për të rritur shanset, për të krijuar dhe përmirësuar qelizat, kështu që çdo ditë mund të dalin gjëra të reja në mjekësi dhe nuk ka asnjëherë nuk duhet humbur shpresën. Mos ta humbasin shpresën. Shumë faleminderit doktoresha, ishte shumë kënaqësi kjo intervistë dhe gjithë këshillat që ju ndat me ata që na ndjekin. Faleminderit. Faleminderit juve.